Aktashi do të ndërlidhet me zonën qendër nëpërmjet ishujve urban, të cilët përpos funksionit të ndërlidhes me qendrën do të mundsojnë edhe transportin alternativ, duke mundsu edhe një lëvizje të lehtë për personat me aftësi të kufizuara. Këta ishuj të gjelbër do të rikthejnë natyrën në qytet. Ishujt urban do të mundsojnë krijimin e një qerdhe për komunitet, stacion autobusi përfundi edhe parkingje. Kjo do të realizohet si investimi drejt për drejt i komunës ose si partneritet publiko-privat. Do të kushtoj 5 milion euro dhe do të zgjas 2 vjet. Kemi analizuar rrugët ekzistuese të kësaj zone dhe kemi kriju një katalog të mobiljeve urbane që mund të instalohen nëpër rrugët e lagjeve në bashkëbisedim dhe pajtueshmëri e sipas nevojave të qytetarëve të këtyre zonave. E njëjta strategji do të përdoret për të gjitha lagjet rezidenciale. E kjo do të ndihmojë në porozitetin e rrugëve që të menaxhohen sa më mirë volumet e ujrave nga rreshtet dhe të shkarkohet infrastruktura ekzistuese nga vëllimet e mëdha të ujit. Ndryshimi i materialeve nga asfalti në kaldërma apo materiale të tjera me prioritet për këmbësor do të krijojë një siguri të shtuar, duke ju dhënë prioritet këmbësorëve. Këto projekte do të realizohen si investime të drejt për drejta të komunës, e kozgjatja do të jetë në vazhdimsi prej 1 deri në 8 vite e